Bismillahirrahmanirrahim. Vëllezër të shtrenjtë, dashuria në Islam është një ndjenjë që fillon me dashurinë ndaj Allahut xhalla fi'ula. Dhe muslimani si musliman e di se dashuria ndaj Allahut është mbi çdo dashuri tjetër, sepse ai është krijuesi ynë dhe ai është burimi i jetës sonë. Por kjo dashuri në Islam nuk është vetëm një ndjenjë, por është një veprim. Sepse Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam neve na obligoi që ta duam njëri tjetrin dhe na tha: në qoftë se do dikë thuaj atij. Pra kjo dashuri në Islam është një dashuri e pastër, është një dashuri pa gabime, është një dashuri pa dëme dhe është një dashuri pa egoizëm. Dhe këshilla ime e vetme për ju është në qoftë se do dikë, duaje për hir të Allahut, por në qoftë se urren dikë, përsëri urreje për hir të Allahut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.